Jemi në Prizren, qytetin e futbollit dhe pasionit sportiv, aty ku klubi futbollit Liria po kalon një fazë të rëndësishme riorganizimi dhe rikthimi në binaret e suksesit. Në krye të skuadrës është një emër i njohur i futbollit kosovar, trajneri me përvojë të gjatë Ismet Munishi. Rikthimi i tij në stol shihet si një sinjal i qartë ambicieje për klubin prizrenas. Me një karakter të fortë, qasje kërkuese ndaj disiplinës dhe filozofi të qartë loje, Munishi pritet të sjellë stabilitet dhe mentalitet garues në skuadër. Objektivi është i qartë, rikthimi i Lirisë aty ku e ka vendin në futbollin kosovar. Tifozëria prizrenase e njohur për mbështetjen e zjarrt mbetet një shtysë e fuqishme për ekipin në këtë rrugtim. Sot do flasim me trajnerin Munishi për sfidat, objektivat dhe vizionin e tij për të ardhmen e Lirisë, po ashtu edhe rivalët kryesor. Grupi është jashtëzakonisht i mirë. Skuadra është fizikisht e përgatitur shumë mirë. Me thonë drejtën, edhe informatat po i pranojnë shumë mirë. Unë jam jashtëzakonisht i kënaqur për një kohë të shkurtë që kemi arrit me lujt futbollin që kam shefon edhe kam shumë besim te grupi. Rivalën gjitha këto skuadrat e mëdha. E kisha futur edhe Rami Sadikun sepse Alban Dragusha i shjellë që se kom përmend një intervistë më herët. Por që është skuadër e mirë, kam bërë punë shumë të mirë edhe Rami Sadiku ka qenë befasia e këtij kampionati. Krejt këto skuadrat që janë te Kreu i kanë gjasat e veta dhe janë rivalet tonë, por ekskluzivisht edhe Rami Sadiku, cilin nuk e kom përmend në intervistat më herët. Shumë skuadra me traditë shumë të madhe në ligën e parë. Presioni është prezent, liga është shumë e fortë, kur nuk ka qenë më e fortë. Rivaliteti është jashtëzakonisht prezent. Edhe normalisht që edhe na edhe skuadrat gjithë e njim këtë presion edhe këtë rivalitet. Tashti si do të përballemi edhe kush do të triumfojë edhe kush do të përballet më mirë me presionin do ta shohim në fund. Unë jam optimist shumë për skuadrën. Nuk ka sekret, te Liria është bërë punë shumë e mirë edhe nuk du me hyjte gjana që kanë ndodhur më herët. Por që na kemi marrë një skuadër jashtëzakonisht mirë të përgatitur. Është një klub i organizuar edhe besoj se meritat kanë edhe trajnerët më herët që kanë qenë këtu. Edhe Dore që ka fillu sezonin, edhe Leci që ka kry fazën përgatitore me skuadrën. Nuk mujmë na me artu edhe me thonë që kemi ardhur këtu me shkop ma gjep, edhe i bënëm 2 fitore, është merit krejt e jonja. Pavarësisht se çka ka ndodhur me kolegët e mi më herët, që unë nuk e di, por unë jap komplimentet që kanë bërë një punë shumë të mirë. Besoj që ma shumë Superligës si mungon Munishi. Unë jam shumë i kënaqur edhe në ligën e parë, unë e kam futbollin pasion. Jam marrë me një klub shumë të madh. Edhe besoj që kemi me bëjë gjëra të mira sepse veç ka fillu Prizreni me pas një farë influencë në mentalitetin tem edhe kështu edhe në qenjen tem si Ismet edhe besoj që bashkë na presin gjëra të bukura.